kemi një gatres të qëllimshme të historisë. Nuk ma mbush mua mendjen njeri dhe them që romakët kanë ndodhur shumë manipulime të gjuhëve dhe gjithë këtyre gjëra. Romakët janë themeluar nga fiset Pellasko-Ilire. Si ka mundësi Albani që në shekullin e 3 shkon tek barbarët, pra shkon në ishullin e Britanisë dhe e quan Alban. Dhe i është bërë një katedrale e madhe e Shën Albanit. Pra Albani misionar i cili shkon tek në ishullin anglez për të ndërtuar ndoshta një Rom të re që është sot perandoria britanike, sepse nuk dihen çfarë vizionesh kanë patur njerëzit atë kohë të ndërtonin një perandori dhe ka vajtur në shekullin e 3-4 ku Roma po dobësohej dhe ndoshta misioni i tij që për ndërtuar një Rom të re në ishullin britanik dhe sot kemi Britaninë, perandorin britanike që sfundon botën. Pra Albani unë jam marrë çik me kërkimin e Britonit. Britonët nuk ka kuptim fare në gjuhën angleze. Brit në latinishte do të thotë i dhunshëm ose i shëmtuar. Dhe Britoni bëhet fjalë për një perandor që është dukur nga analet e historisë, që ishte Britoni dhe ishte i lirë. Dhe Britoni ka shkuar bashkë me Albanin për të ndërtuar me mision një Rom të re dhe nga Briton është bërë Briton dhe është dukur nga analet një perandor i cili quheshe Briton. Unë nuk besoj asgjë nga historia përveç disa ullumtimeve, pra historia zyrtare që na është ofruar neve. Nuk mendoj që çfarë gjuhë që britonët të jenë, nuk e besoj këtë versionin që britonët jenë popullat vendase, sepse brit është latinisht, është në italisht është transformuar në brut, që do të thotë i dhunshëm ose i shëmtuar, kupton? Dhe Britoni do ketë qenë Briton. Unë i jap përparësi termit Briton. Është një emër që tingëllon shumë i lirë dhe ata kanë vajtur në Britani për ndërtu një Rom të re, siç vajti Konstantini në Stamboll, në Konstantinovoj për ndërtu gjithashtu një Rom të lindjes. Vajtën të ndërtonin një Rom më të perëndimit, që quhet më në pjesën perëndimore, sepse ishin interesat e rrugëve tregtare njëre